Prandaj mos ja kushzo vetës ta bën vetëm një vepër, ta bën vetëm agjërimin, apo ta bën vetëm dhikrin, apo ta bën vetëm leximin e Kuranit, por stolisë vetëm me të gjitha veprat. Bën dhikr, lexo Kuran, jep sadak, agjëron, kontribon dhe bën çfarë të bën. Nga se këto ditët janë ditët të cilët duhet të kenë për ty madhështi, e ti me veprën tënde që ti e bën, i afrohesh madhërisë Allahut Azza wa Jall. Mu për këtë ditët apo 10 netët e Dhul-Hijjes, Allahu Gjallëshanu tha në Kur'an, në suratul Fajr, në ajetet të para, tha wal fajr wa layalin ashr, pasha agjimin, pasha 10 netët, e që këto 10 netët janë tani që jemi ne, e që duhet t'i kushtojmë këto, sa ma shumë të bëjmë veprat mira, sa ma shumë të garojmë në këto vepra, e të jemi të drejtë e sinqert me Allahun Azza wa Jall. Thot Resulullahu sallallahu alaihi wasallam për këto 10 netët, nuk ka ditë apo net më të mirat dhe veprat më të mira që janë të dashura tek Allahu se sa këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Tanë sahabët radhiyallahu anhum, as jihadi në rrugë të Allahut nuk është më i vlefshëm ja Rasulullah, tha Rasulullahu alaihi salatu wassalam, as jihadi në rrugën e Allahut. Pastaj i tha, vetëm ai që shkon në luftë me pasurinë dhe jetën e tij dhe nuk kthehet më. Pra vepra të mira, siç janë dhikri, leximi i Kuranit, dhe një e sadakës, të gjitha këta duhet të bëhen për të arrit një qëllim tonë. Ne jetojmë për të arrit qëllimin me Allahun, afrimin dhe dashurinë me Allahun. Nuk kemi qëllime tjera, ta fitojmë xhenetin. Prandaj muslimanët le ta shikojmë ku është më e dobishme të bëhet dhe të veprohet, atë ta bëni. Mu për këtë thënë dietarë, më shumti që duhet t'i bëjmë ne dhikrin është ajeti kuranor që duhet të shpeshtojmë në këtë ditë, ku thot Allahu Gjallëshanu në Kur'an, wa minhum men yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Këtë ajet, këtë dua, këtë citat e din të gjithë. E mos t'ja huqim kësaj, gasa është të bëhet në kohë të duhur. Dhe ne duhet të jemi të mençur, vigjilant, ta kuptojmë se ajo që ka nevojë për çatë kohë, ajo të bëhet. Dhe ta merr shpërblimin ashtu siç të takon tyre.